Të nderuar zonja dhe zotrimi, mbrëma do të jemi së bashku në edicionin qendror informativ këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Banorët e Rjollit shembin gardhin rrethues të vendit ku do ndërtohet resorti turistik, përplasen me policinë dhe deklarojnë nuk do ta lejojmë grabitjen e pronës. Policia e Tiranës pranon se 34 vjeçari Eglant Koçi, i zhdukur ditë më parë, mund të jetë vrarë nga shoku i tij. Kërkime intensive në Tiranë, Elbasan dhe Dibër. Artur Sheu akuzohet si koordinatori i trafikut të kokainës nga Amerika Latine drejt Europës, organizoi takime dhe për pastrimin e miliona eurove në Shqipëri. Berisha deklaron se opozita mbështet plotësisht protestën kundër qeverisë. Thirrje demokratëve të bashkohen marshimit të qytetarëve në bulevard. Vjem të njihemi më gjërësisht me zhvillimet kryesore të ditës. Tensionet janë rikthyer këtë të shtunë në zonën e Rjollit në Velipoj. 10 banor të zonës shkatruan rrethimin e vendit ku parashikohet ndërtimi i resortit turistik. Ata u përplasën me forcat e policisë dhe deklaruan se nuk do të lejojnë grabitjen e tokës, për të cilën pretendojnë pronësin. Banorët e Rjollit janë ngritur sërish në protestë këtë të shtunë kundër ndërtimit të resortit luksoz në këtë zonë. Pas grumbullimit në rrugën kryesore, ata zbritën në kantirin e ndërtimit që është rrethuar me mure dhe gardh me tela e gjëmba, duke bërë shëmbjen e tyre. As ndërhyrja e forcave të shumta policore që kishin mbërritur në zonë nuk i ndaloi dot protestuesit. Në brendësi të kantierit, ata u përplasën me efektivët. Banorët janë të vendosur të mbrojnë, si të shprehen ata, tokën e të parëve, duke shtuar se ajo po ju grabitet haptazim me bekimin e shtetit. Me gjithë thirrjet e drejtorit të policisë së Shkodrës Gentian Berberi për të tërhequr, banorët nuk u ndalen derisa shkatruan pjesën më të madhe të rrethimit. Pitu na falon gjyshi, pitu na falon i pari, pitu atë na blem në flori, edhe nuk dorëzohen atëri se ta dalin shpejt. Drejtësia shqiptare është kjo. I kjo drejtësia shqiptare që nesër çdo ditë me popullin e varfën. Shof shumë njerëz tu ka plaken, tu ka marrëritin, dhe nuk kapin atje kriminalit, nuk kapin atë si të në lënë mësë me jetu këto. Sa je kanë po ja po që po no sa je kanë civila, je kanë punë atë në civilacion. Unë pranej erdha me shtyje këtë nuk sa më bolla. Po jo më boll kur tërçoj këtë. Në muisha. S'kam të vejtë. Protestuesit pretendojnë se investitori u ka rrëmbyer tokat, për të cilat ata janë ende në procese gjyqësore. Banorët thonë se kërkojnë të drejtën e tyre, ndërsa përsëritën thirrjet e protestuesve në Tiranë. Torë për ditë to, ne du zhyt, bërq, se pas punove nuk hatë, nuk jetohet. Tashi, kjo qeveri, pse nuk da dërëzët? Ramanburg, Berishamburg, të dy. Ma hajdutat e shqipëmisë dhe janë. Shqipëria nuk shitet. Nga keni ardhur sot? Nga Labria. Pse erdhe? Është e padrejt. Oligarkët këtu po bëjnë namin. Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg, Ramanburg, Berishamburg. Resorti që po ndërtohet shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh. Punimet kanë nisur që në shkurt, por ditët e fundit kantieri i ndërtimit u fortifikua me muret e larta. Kjo masmbrojtëse duket se është marrë pas protestave të vazhdueshme të banorëve të Rjollit, të cilët pretendojnë se tokat e tyre janë grabitur me dokumente false nga një ish zyrtar, i cili më pas ja ka shitur kompanisë ndërtuese. Qytetarët janë mbledhur edhe këtë të shtunë në ditën e 14 të protestës kundër ndërtimit në Zvërnec, por edhe kundër qeverisë. Qytetarët të shoqëruar nga familjarë dhe fëmijë të mitur fillimisht janë mbledhur në sheshin Skënderbej dhe kanë marshuar drejt kryeministrisë. Edhe këtë të shtunë ata kanë vijuar thirrjet për revolucion, dorëheqjen e kryeministrit Rama, arrestimin e tij dhe të liderit të opozitës Sali Berisha. Veçantia e tubimit në ditën e 14 është prania e lartë e diasporës, ku mes protestuesve valviten flamuj të Britanisë së Madhe dhe SBA-s. Përpara kryeministrisë, protestuesit kanë ngritur një instalacion ku janë vendosur atlete nga qytetarët si simbol për largimin e shqiptarëve nga vendi.
Drejtues të policisë të Tiranës pranuan se 34 vjeçari Eglant Koçi mund të jetë vrarë. Deri më tani janë siguruar prova të shumta se ai është rrëmbyer e mbajtur peng nga shoku i tij i ngushtë, i shpallur në kërkim. Agjentët po bëjnë kërkime në zonat malore të Tiranës, Elbasanit dhe Dibrës, ku dyshohet se është fshehur trupi i pajet. Detajet e reja të rënditës e janë zbuluar në lidhje me zhdukjen misterioze të Eglant Koçit, ku për policin pas kësaj ngjarjeje dyshohet se fshihet Armand Shakaj, shoku i ngushtë i 34 vjeçarit. Drejtori i policisë së Tiranës, Oliger Torba, tha se kjo është një ngjarje e rëndë për të cilën po vijojnë kërkimet për gjetjen e trupit të riut, pasi ka dyshime se ai mund të jetë vrarë. Kërkimet po kryhen në disa zona malore të Tiranës, Elbasanit, Dibrës e të tjerë. Po kërkohet në lidhje me trupin e shtetesit Eglant Koçi. Kërkimit janë përqendruar kryesisht në rrethinat e Tiranës, mes kufirit ndarës Elbasanit dhe Tiranës. Vijon kërkimi, deri tani nuk kemi pasur një rezultat konkret. Janë kontrolluar shumë zona, të cilat ne kishim dyshimet tona. Burime bëjmë në dije se pasi i riu humbi kontaktet, familjarët ju drejtuan komisariatit për të bërë kallëzim. Në pyetje u mor dhe vetë Armand Shakaj, i cili përpara hetuesve u shpreh shqetësuar për zhdukjen e shokut të tij, madje deklaroi se Eglanti ishte kthyer në Dubai ku kishte qenë me të dashurin e tij. Kjo e fundit ka deklaruar se ka qenë vetëm jashtë shtetit, jo bashkë me Eglantin. Të njëjtat burime konfirmojnë se në këtë moment policia ka dyshuar për dëshminë e Shakajt, ku kanë tentuar që ta tharrasin sërish, por ai ishte zhdukur. Në bazë të kamerave të sigurisë, Eglant Koçi duket momenti kur futet në lokalin Armand Shakajt dhe më pas ngjitet në katin e dytë, në një tjetër ambient që përdorte Shakaj për call center. Brenda këtyre ambienteve dyshohet se i riu është vrarë me armë zjarri. Rreth mesnatës Shakaj filmohet nga kamerat e sigurisë, duke zbritur në lokal për të marrë disa kova me ujë. Me pas ai konsumon një kafe dhe ndërkohë fut qeset e zeza të mëdha brenda automjetit. Në ambientin ku dyshohet se ka ndodhur krimi janë gjetur nga policia disa fasheta, pasi dyshohet se Eglant Koçi të ketë qenë i lidhur. Automjeti Shakajt është filmuar në zonën e Ibës ku ka shkuar me karro atrec. Me pas makina autorit është dërguar në lavazh nga kamarieri i arrestuar Enea Zyferi. Madje lavazhierët kanë konstatuar erë të rëndë dhe gjak brenda makinës, pasi dyshohet se trupi ka qëndruar më shumë se 24 orë brenda. Por kamarieri i arrestuar tashme u ka thënë se është therrur mish dhe ka kulluar gjaku. Brenda makinës madje është gjetur dhe një lopat. Megjithatë, policia e Tiranës vijon kërkimet intensive për gjetjen e trupit të riut dhe kapjen e autorit të dyshuar. Ky i fundit deri më tani rezulton të ketë ndërruar më shumë se 13 numra për të humbur gjurmët nga policia. Artur Shehu konsiderohet nga SPAK si një ndër organizatorët kryesor të trafikut të drogës nga Amerika Latine drejt Europës. Ai rezulton të jetë koordinatori disa takimeve jo vetëm për shitjen e kokainës, por edhe për pastrimin e miliona eurove në Shqipëri. Amerika Latine dhe disa shtetet e Europës ishin bazat që disa biznesmen të fuqishëm të Shqipërisë kishin ngritur prej vitesh sa i takon trafikimit të tonelatave të kokainës. Në dosjen voluminoze dhe mbase më të fortë të realizuar nga prokuroria e posaçme, janë specifikuar vendet si Spanja, Belgjika, Gjermania apo edhe Amerika, shtetet ku biznesmeni Artur Shehu dhe antarët e tjerë të grupit të Alfredo Hamzait nga viti 2018 deri në vitin 2021 takoheshin për të koordinuar trafikun e drogës. Pjesa më e madhe e parave të përfituara nga ky aktivitet silleshin në Shqipëri, duke investuar në prona, pallate, bregdet, por edhe në ngritjen e kullave. Këto takime janë kryer para operacionit të trafikut të drogës që ndodhi në Barcelonë në janar të 2020-s, ku sekuestruan 441 kg kokain dhe ku arrestua kushëriri i Alfredo Hamzait. Ndërsa në Monaco, takimi kishte si qëllim koordinimin e trafikut të kokainës në Europë. Për SPAK, një ndihmë e madhe në hetim ka qenë edhe bashkëpunimi me ndërkombëtarët, ku në disa raste autoritetet belge i kanë sjellë informacione për këto takime dhe investimet e biznesmenëve në pasuri të paluajtshme. Një tjetër pikë në hetime janë edhe takimet në ishullin e Arubas. Autoritetet e huaja tregojnë saktësisht se nga data 24 deri më 31 janar të vitit 2019, Arbeni Ismailaj, Elton Mehmeti, Adrian Rama, Artur Shehu dhe Bujar Shehaj kanë qëndruar në ishullin e Arubas ku janë takuar edhe me disa zyrtar. Të gjitha këto informacione janë në fazën e hetimit pasi mungojnë provat. Artur Shehu, emri të cilit u bë publik kohët e fundit si një nga pronarët më të mëdhenj të Zvërnecit, sipas hetimeve rezulton si një nga kokat e organizatës të trafikut të drogës.
Paratë e grupit kriminal sipas SPAK ndaheshin në disa faza për realizimin e pastrimit në Shqipëri. Ndërkohë SPAK në njoftimin e tij zyrtar tha se janë lëshuar 20 masa sigurie, ndërkohë që janë sekuestruar prona në Tiranë, Vlorë, Himar me vlerë 10 milion euro. Mes fletaresteve të prera bëjnë pjesë biznesmeni i shumë përfolur Artur Shehu, mas që nuk është ekzekutuar pasi ai ndodhet në SBA me azil politik. Sipas organit të akuzës, ai akuzohet për pastrim parash, i financuar nga vëllezërit narkotrafikant Erion dhe Adrian Rama. Në akuzë është edhe biznesmeni i njohur i ndërtimit Ilir Shtufi, i cili është arrestuar në Greqi. SPAK me kërkesë të dy prokurorëve të posaçëm Altin Dumani dhe Elida Kaçkini urdhëruan edhe arrestimin e vëllezërve Koçeku, Arturit, që dyshohet si koka e grupit kriminal, si edhe Abedinit dhe Ervinit. Ata nuk u vunë pas sekurave pasi ndodhen në Dubai, por SPAK disponon prova për trafikun e drogës të realizuar prej tyre nga vendet e Amerikës Latine. Sipas prokurorisë ishte biznesmeni Ilir Shtufi ai që pastronte paratë e tyre, ndërkohë në qeli për të njëjtën vepër penale përfundoi biznesmeni Orest Sota. Opozita, sipas Berishës, do ta mbështesë plotësisht protestën kundër qeverisë. Ai u bëri thirrje demokratëve të dalin në shesh për t'u bashkuar revoltës kundër kryeministrit Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi një bashkëbisedim në rrjetet sociale për të bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij të bashkohen protestës së qytetarëve para selit së qeverisë. Berisha theksoi se kjo është lëvizja më e fuqishme kundër kryeministrit Rama, ndaj të gjithë opozitaret duhet të jenë në shesh. Unë bëj thirrje çdo demokrati dhe demokratje, çdo zgjedhës, çdo qytetari që ka votuar dhe voton për Partinë Demokratike, por dhe çdo shqiptari që e don këtë vend, që ka dëshirë të jetojë si me dinjitet në këtë vend dhe fëmijët e tij të vazhdojnë ëndrrën e tij në këtë vend, të mbështes këtë protest. Ata kanë nevojë për mbështetjen e të gjithëve. Berisha theksoi se asgjë, as thirrjet kundër tij nuk duhet i pengojnë demokratët të bashkojnë protestuesve. Natyrshëm janë që aty do ketë slogane që një palë do i pëlqejnë dhe një palë tjetër mund mos i pëlqejnë, por nuk duhet të jenë kurrë ato që të rësojnë pamjen madhështore, misionin e madh të kësaj proteste. Nga ana tjetër, kryetari i PD-s akuzoi kryeministrin Edi Rama se e përdori festën e krijimit të Partisë Socialiste si antimiting ndaj revoltës së qytetarëve. Ai aty lexoi elegjinë e vetes tij. Mitingu ishte një miting funebër. De facto për atë gjithë ata që i ndjekin, ai miting shënoi fundin e partisë krimit. E një partie që u themelua në krim, e një partie që nënshtroi krimin në sistem, e një partie që vazhdon krimin në të gjitha aspektet. Për një javë, Partia Demokratike, e cila fillimisht nuk e mbështeti protestën, ka ndryshuar qëndrim duke u bërë pjesë e saj dhe duke kërkuar plotësimin e kërkesave të qytetarëve që prej 2 javësh mblidhen çdo mbrëmje para kryeministrisë. Drejtuesit e organeve të drejtësisë do të raportojnë njëri pas tjetrit në Komisionin e Ligjeve si dhe në Komisionin për mbikëqyrjen institucionale. Më pas, vetëm disa prej tyre do të paraqiten në seancë plenare. Ditën e hënë, figurat kyçet sistemit të drejtësisë do të nisin raportimin në kuvend për vitin 2025. I pari që do të përballet me deputetët është prokurori i përgjithshëm Olsian Çela, i cili në 15 qershor do të raportojë para Komisionit të Ligjeve. Përgjatë ditëve në vijim do të raportojnë tek ligjet e gjithë kupola e sistemit të drejtësisë. Drejtuesi i SPAK-ut Klodian Braho, inspektori i lartë i drejtësisë Artur Metani, këshilli i lartë gjyqësor e këshilli i lartë i prokurorisë. Të gjitha figurat kyçet sistemit të drejtësisë do të paraqiten edhe para Komisionit për mbikëqyrjen institucionale, i cili me ndryshime në rregulloren e kuvendit ka kompetencë miratimin e rezolutës dhe ndjek zbatimin e rekomandimeve që ka dhënë kuvendi. Raportimi i Parlamentit e institucioneve të pavarura është parashikuar të bëhet në datat 22 dhe 23 qershor në 2 seanca të posaçme. Pas ndryshimeve në rregulloren e kuvendit, SPAK-u nuk do të raportojë më në seancë plenare. Gjithashtu edhe rreth 20 institucione kushtetuese apo të krijuara me ligj.
Për këtë arsye në seancë plenare do të paraqiten vetëm 5 institucione: prokurori i përgjithshëm, drejtuesi i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, drejtuesi i Këshillit të Lartë Gjyqësor, kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit e avokati i popullit. Një 27 vjeçar nga Fieri ka rënë në prangat e policisë, ndërsa një 45 vjeçar është shpallur në kërkim. Ata akuzohen për trafikimin dhe tregtimin e sendeve me vlerë të dyshuara si të vjedhura jashtë vendit. Florin dhe bijuterit siguroheshin në Itali dhe Greqi, futeshin kontraband në Shqipëri dhe më pas tregtoheshin në disa argjendari në Fier dhe Lushnjë. Policia procedoi penalisht edhe 7 administrator të këtyre dyqaneve. Gjatë operacionit u sekuestruan mbi 15 kg flori, mbi 4 kg argjend, 612 ora të markave të ndryshme, bijuteri me diamant, sende me vlerë artistike dhe kulturore, si dhe para në lekë dhe euro. Katër persona janë arrestuar në Tiranë në akuzën e trafikimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Gjatë aksionit janë sekuestruar 400 gram kokain, shumë aparash dhe peshore elektronike. Policia e Tiranës ka finalizuar fazën e 4 të operacionit të goduar zonat, duke goditur një grup që merrej me shitjen e lëndëve narkotike në kryeqytet. Në pranga kanë përfunduar 4 persona, të cilët ishin në ndjekje për shpërndarje kokaine në zona të ndryshme të Tiranës. Efektivët e seksionit për hetimin e narkotikëve në bashkëpunim me forcat shqiponja arrestuan në flagrancë 3 persona në rrugën e Kavajës. Sipas hetimeve, ata siguronin sasi të konsiderueshme kokainë dhe më pas e shpërndanin në doza, kryesisht në zonat e njohura si Ish-Parku dhe Bryli. Gjatë operacionit u sekuestruan rreth 350 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë dhe 2 peshore elektronike. Ndërkohë një tjetër person u arrestua pasi dyshohet se shiste doza kokaine në disa zona të kryeqytetit. Në ambientet e subjektit ku ai punonte, policia gjeti dhe sekuestroi një sasi kokaine të ndarë në mbi 220 doza, si dhe një shumë parash që dyshohet se ishte përfituar nga ky aktivitet kriminal. Në total, gjatë operacionit u sekuestruan mbi 400 gram lëndë dyshuar narkotike kokainë, 4 telefona celular, 2 peshore elektronike dhe para kesh. Prokuroria e Shkodrës ka kërkuar arrestimin e shtetasit Siguel Dursi, i cili tentoi të përplaste me dashje me makinën e tij 4 persona. Prokuroria akuzon atë për veprën penale të vrasjes me dashje të mbetur në tentativë. Sipas njoftimit të prokurorisë, drejtuesi i automjetit ishte në efektin e pijeve alkolike. Gjithçka nisi pas një debati të çastit mes shoferit të dehur dhe disa personave të tjerë. Situata më pas është përshkallëzuar në një konflikt fizik, ku pas përplasjes me makinë, drejtuesi i mjetit është goditur me grushte nga personat që tentoi t'i shtypte. Dikur një sportist me emër i Partizanit, ndërsa tashmë prej shumë vite është trajner i njohur basketbolli në Itali. Spiro Leka organizon prej 3 vitesh një kamp për fëmijë të talentuar në Durrës, i shoqëruar nga një staf i gjerë trajnerësh italian, ndërsa disa prej sportistëve kanë shkuar edhe jashtë. Sipas tij ka shumë pasion, por mungon organizimi dhe cilësia e trajnimit në Shqipëri. Në morinë e problematikave me cilat përballet sot basketbolli shqiptar, një sportist i njohur i kohës ton ka zgjedhur përmes një iniciative personale të kontribuojë sadopak cilësisht në shërbim të të rinjve dhe të rejave që e duan këtë disiplinë dhe aspirojnë të luajnë në parketat e mëdha ndërkombëtare. Për të tretin vit me radhë, Spiro Leka, një ish emër i njohur i Partizanit të dikurshëm, e prej dekadash trajner dhe konsulent me skuadrat e njohura në Itali dhe SBA, ka krijuar një kamp trajnimi me element të rinj. Vajzat dhe djemtë që vinë kryesisht nga ekipet shqiptare, por edhe nga Kosova e diaspora, qëndrojnë të grumbulluar gjithkohë në ambientet bashkëkohore për disa ditë me radhë në Goga Basket në Durrës dhe trajnohen profesionalisht nga një staf i gjerë i skuadrës së njohur italiane të Pesaros në koordinimin e Spiro Lekës, i cili sqaroi për Vision Plus se pse e mori këtë iniciativë dhe qëllimin final të këtij kampi. Një pjesë e djemve që kanë marrë pjesë me idenë tonë që t'i përmirësojmë gjatë kësaj jave, kanë vajtur në Itali për të zhvilluar nivelin e tyre teknik. Objektivi kryesor joni është që t'i japim ca ide kontemporane, domethënë ide të basketbollit modern, ca koncepte të reja që në basketbolli shqiptar duke me keq ardhje, domethënë nuk ka njeri që t'i japi.
Giacomo Bajoni, pjesë e stafit të trajnerëve që po punojnë çdo ditë me grupin e konsiderueshëm të të rinjve, rrëfen për Vision Plus impresionet e tij nga puna intensive gjatë këtyre ditëve. Këtë vit niveli i sportistëve të rinj është më i lartë, po punojmë me një staf profesionistësh dhe vajzat e djemtë e rinj kanë shumë dëshirë të mësojnë metodika bashkëkohore. Janë të paktën 4-5 sportistë të rinj shumë interesant në këtë kamp, të cilët kanë një të ardhmë të shkëlqyer. Puna me një staf të tillë të gjerë dhe të kualifikuar ishte emëruesi për bashkët që spikaste edhe në qëndrimet e vetë sportistëve, të cilët e shohin këtë kamp një mundësi për ta parë të ardhmen e tyre jashtë vendit. Është një nivel shumë i lartë dhe i shoh të gjithë çuna që po përmirësohen nga dita në ditë. Është një eksperiencë shumë e bukur me trajner shumë tuaj dhe na japin të eksperiencën atyre këtu, edhe normalisht për të vazhduar karrierën tonë jashtë dhe ishte shumë. Pashë një mundësi shumë të mirë për të përmirësuar veten time në driblim, gjuajtje, gjithçka që ka lidhje me basketbollin. So I come all the way from America. Vi nga Amerika për herë të parë në këtë trajnim dhe jam vërtet i befasuar. Kushtet dhe stafi janë super, po mësojmë gjëra të reja, po socializohemi me njëri tjetrin. Vërtet një eksperiencë shkëlqyer. Përveç diagnozës së problemeve të basketbollit ton, trajneri me eksperiencë ndërkombëtare Spiro Leka ka edhe recetën e shërimit të këtij sporti, i cili dikur ishte jo vetëm masiv në vendin ton, por edhe me rezultate në nivel ndërkombëtar. Të rriten standardet e punës të akademit. Në këtë punë federata mund të jetë më kontrolluese, që t'i japi disa norma standarde tek instruktimi i trajnerëve. Ajo është numër 1. Për mendimin tim, kur në momentin që ti pagon 5 o 7 amerikanë që të përfitojnë një ndeshje, mendojnë se lekët ikin në Amerikë, nuk rrinë të basketbolli shqiptar. Përveç pjesës teknike, mendoni që ligji i sponsorizimit do të zgjidhë diçka sa i takon edhe mbështetjes më të madhe financiare për basketbollin tonë? Ajo është fondamentale, ajo është gjëja më kryesore. Kosova e bëri, edhe po të shohësh buxheti i Trepçës, që është kampioni i Kosovës, është 2 milion. Gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.